Mbrëma shqiptare, keni parasysh të vaksinën që ju kanë dhënë me zor, me ligj që kur ishit fëmijë? Për këtë do flasim sonte, nuk kam gjëra të bukura me ju thënë, bëni gati. Por ju që se dini, ç'është kjo vaksinë? Është një koktejl smundjesh dhe bakterësh që mund të të kapin në të ardhmen dhe këto ta japin me sasi të vogla, që ti të jesh i përgatitur në të ardhmen nëse të kapin. Pra po të japin me qëllim një tufë smundjesh që ti të jesh i përgatitur për të ardhmen nëse të kapin. Ta japin me sasi të vogla. Nuk është tu kleçka, kjo funksionon. Tash ku është kleçka? Ç'do bëni ju? Të kërkoni në Google ose në ChatGPT ku doni, i gjë që quhet aluminum adjuvant. Pra është adjuvant alumini, se nuk ka fjalë shqip adjuvant. Ky komponent më thonë shqip është krip nga alumini, ka fosfat alumini brenda. Dhe qëllimi për çfarë fusin dhe këtë gjë të koktejlit të vaksinës është që të rrisi sistemin imunitar të personit për një 3 ditë, sepse personi mund të ketë temperaturë për shkakun, mund të smuret për një 3 ditë, masi e ka marrë këtë injeksionin, ka marrë tuf smundje bash, për të mos i futur shumë kimie, biologji në detaj, se s'do kuptoni asnjë gjë. Çfarë bën pra fosfati i aluminit në trupin tënd është rrit sistemin imunitar, ti bëhesh më i adaptueshëm ndaj smundjeve. Pra mund ta shihni si mburoje që ka vaksina. Ka shumë organizata botërore mund ta kërkoni që po bëni luftë kundër kësaj, pse nuk do t'i japin fëmijëve këtë gjë. Sado që të kërkoni për këtë temë, justifikimi më i madh që po përdoret është sasia e aluminit që përdoret. Është mjaftueshëm e vogël për qenë ligjshme dhe mjaftueshëm e vogël për mos i bënë gjë të madhe bebit. Puna është se kjo substancë ka kleçkë ndryshe, se nuk ka rëndësi sa i jep personit, rëndësi ka që ja ke dhënë. Kur reprezenton trupin dhe sidomos trurin e bebit me këtë substancë re, i ke dhënë diçka që nuk do e shifte ndonjëherë. Mund ta kërkoni këtë gjë. Alumin ka pothuajse gjithçka që ham. Fosfat alumini është shumë e rrallë. Truri i bebit mendon se alumini do ndihmojë për të rritur sistemin imunitar. Që mund ta kërkoni, nuk funksionon ashtu. Kjo bën që truri të krijohet një opinion i gabuar, dhe alumini është në shumicën e ushqimeve që ham. Dhe kjo pastaj shkakton që gjatë jetës ti mbledh më shumë alumin në trup se ç'duhet kishe mbledh. Nëse do kishe hedh në banjë, tash truri jot e mban, se mendon se është mirë për të. Pra një efekt ansor kryesor i kësaj vaksine është që trupi jot me kalimin e viteve mbledh shumë më tepër alumin se ç'duhet kishte mbledh. Dhe efektet ansorë të kësaj pastaj shifen shumë më vonë, të paktën 30 vjeç. Mund ta kërkoni këtë gjë pas më sot, është në për filma. Efekti kryesor ansor është ngadalësim truri. Marrim ca raste për shkakun, shkakton mungesë koordinimi goj-tru, shkakton trashje të trurit, ti mërzitesh shumë shpejt se ç'duhet mërzitesh. Rrjedhimisht stres dhe depresion. E kuptoni pse ku do të dal. Kur vjen mosha 60-70 ty të kap demencia dhe Alzheimer. Dhe mund ta kërkoni prapë pas më sot. Këto dy smundje shkaktojnë nga mungesa e kapacitetit të trurit. Mungesa e kapacitetit të trurit shkaktohet kryesisht nga fakti që ke shumë alumin në trup. Ky faktor shkaktari kryesor që pleq nuk i kanë trut në vend kur janë pleq. A nuk mendoni se të njëjtën efekt ka gjithë jetën që u bën? Thjesht tash pa vere shumë, se tash je 60 vjeç. A nuk mendoni se të njëjtën efekt ka pas me 2 dhe 30-35 vjeç? Thjesht më pak. Ky komponent aluminum adjuvant është i vetmi komponent që është i përbashkët të vaksinave fëmijëve me vaksinën e qenve. Dhe normal pastaj nëse keni trun kokë me kuptu, ky komponent shkakton efekte njëjtë te qenë dhe te fëmijët. Nëse keni parasysh vaksina e qenve shkakton shanse më të vogla me të kafshu qeni, është më i butë. Dhe të njëjtin efekt ka pas dhe te unet e tij. Nga momenti që na kanë bën me zor që fëmijë, na ka bën më të butë dhe të kontrollueshëm. Ne o plak jemi kafsha shtëpiake e dikujt.